Mos u zini o natë. Nuk është dhuna mënyra dur për të zgjidhur xhelozit ose paganajsi që keni midis njëri tjetrit. Si komentoni sherret mes adoleshentëve këto kohët e fundit? Keq, shumë keq. Kam mendim. Mendoj që është një zgjedhje që ato mendojnë që është arsyeshme. Për mua nuk është arsyeshme, po është zgjedhja e tyre. Jo, shumë keq janë për zotin. U bëj pjesë sherrë, unë kështu që se kam një koment. Mos më ardha. Nuk zihen fare, nuk kam lidhje me sherrët. Është një gjë shumë e keqe, por mendimin tim kjo gjë duhet të rregullohet, sepse nuk është asnjë gjë e mirë, sepse ju sjell shqetësime familjes në radhë të parë, edhe vetë atyre ju shkakon një dëm shumë të madh. Duhet të marrin masa në shkollë. Për mendimin tim duhet të kontrollohen nxënësit. Edhe nëse kapen me thik ose kështu duhet të përjashtohen nga shkolla, edhe të marrin masa të rrepta. Besoj, për mendimin tim është pa tolerueshme, normal. Pasi vetë s'është se kam ndonjë eksperiencë, por më duket pa drejt bëhet sherrë nëpër lagje, nëpër ambient. Mendoj që janë përhapur shumë dhe mendoj që duhet merren masa për t'i parandaluar. Mendoj që shkolla po bën një punë të mirë. Gjithashtu oficerët e sigurisë po përpiqen të bëjnë maksimumin për to, por që prapë mendoj që është diçka e moshës. Po mendoj që duhet t'i shmangim, nuk është mirë domethënë që të ndodhin këto sherre, duhet që ndrojmë larg sherreve dhe gjejmë gjuhën e përbashkët. Mendoj që gjë shumë e keqe dhe s'duhet ndodhi në shkollë, më shumë se është vendi më i sigurt që do të zgjidhin fëmia. A mendon se ka dhunë te brizi i ri dhe nga buron? Pak nga agresiviteti dhe nga mosha. Më shumë nga rrjetet sociale për mendimin tim, sepse nisin me ofendime, me kështu edhe pastaj kalon edhe në përleshje fizike. Për mendimin tim po ka shumë dhunë, edhe unë mendoj që buron nga rrjetet sociale. Mendoj që duhet të vrapoj për të marrë shumë kujdestare për të parandaluar gjën, sepse unë vetë si nxënëse nuk kam se çfarë të bëj. Na kemi parë të pija të mbyllja konfliktet, mos i çonë deri te thika dhe gjëra që kanë ndodhur. Na kemi parë do lajmëroja dikë që të ndahesh, të ndaloj sherri. Do mundoshim ta stoponim, ta dalonim që mos a bënte. Si do reagonit ju nëse do kishit një sherr mes shokëve tuaj apo shoqeve, si do ishte reagimi i parë që do kishte? Normalisht do i thosha një prindërit në një më të rriturit që ta rregulloj temën. Mendimin tim unë do ta mbroja normale dhe do hyja për to, por më shumë për t'i ndarë dhe jo për ta futur më shumë në sherr tjetër, që të përfundojë edhe në dhunë fizike. Më mirë të i them do ta lesh, nuk do ta vazhdosh me kaq, do i kërkoni falje njëri tjetrit dhe kaq. Fjalat që shkruajmë ushtron shumë pesh, prandaj përdorni për mos lëndu. Shumë pjesë mund të vijë nga telefoni, por jo të gjitha rrjetet sociale e bëjnë këtë gjë të mundur, kështu që mendoj që duhet të ketë pak siguri nga prindrit në shtëpi për të parë se çfarë shkon me jetën e fëmijëve të tyre. Nga telefoni më shumë nga TikTok-et dhe rrjetet sociale. Ka dhunë buron nga keq kuptimet më shumë. Mendoj që ka dhunë, kanë këto xhelozit midis njëri tjetrit, po thjesht nuk është vetëm breziri, ka qenë për sa më parë mendoj. Një mesazh për gjithë të rinjët sot? Gjej një zgjidhje tjetër. Mos u zini o natë. Mos zihen kot se nga sherri nuk fitojnë asgjë. Përveç se do rrifen edhe asgjë do fitojnë. Kur jeni gati për të bërë shefis, mendoni që keni një familje aty pranë që do t'ju mbroj, keni një familje që po ju pret në shtëpi, edhe nuk keni nevojë që të bëni sherrë dhe të krijoni një gjë shumë të keqe për familjen tuaj. Mendoj që duhet të përpiqemi të qëndrojmë sa më larg sherreve, të kemi një jetë sa më të qetë dhe të përpiqemi të jetojmë jetën më të bukur të adoleshencës, sepse nuk vjen më. Mendoj që mos zihen më për gjëra të vogla dhe të mbyllin mos i zgjasin në gjëra. Një mesazh kisha që të qëndrojnë larg sherreve, domethënë të gjejnë gjuhën e përbashkët dhe të kenë shoqëri të mirë. Nuk është dhuna mënyra dur për të zgjidhur xhelozit ose paganajsi që keni midis njëri tjetrit.